Maturantët kanë lënë tashmë pas 2 nga 4 provimet e maturës shtetërore në prag të provimit të matematikës. Shumë prej tyre po shfrytëzojnë ditët e fundit për konsultime intensive me mësuesit. Po aq i rëndësishëm sa vetë testimi është edhe procesi vlerësimit të tezave. Rreth 650 mësues janë angazhuar në korrigjimin e provimeve. Është një vlerësim i cili bëhet prej 2 mësuesve, të cilët punojnë në mënyrë autonome, pra të pavarur prej njëri tjetrit, dhe në fund të korrigjimit të testit të maturantit, ata bëjnë një vlerësim të 2 palët. Në rast se 2 vlerësuesit kanë kundërshti, atëherë sigurisht është drejtuesi teknik. Maturantëve u njihet gjithashtu e drejta ankimimit në rast se kanë dyshime për rezultatin e marrë. Ky proces bëhet në fakt pas daljes së 4 notave të provimeve të maturës shtetërore. Në përfundim të këtij procesi, ai ka të drejtën që përmes e-Albanias të kërkojë kopjet e testit dhe më pas mund të shkojë në shkollën e tij, dhe në rast se komisioni shkollor vendos që testi nuk është korrigjuar ashtu siç duhet, atëherë po mund ta çojë në qendrën e shërbimeve arsimore. Ndërkohë, provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë u shoqërua me një incident që riktheu vëmendjen te integriteti i procesit. Publikimi i tezës gjatë zhvillimit të provimit çoi në identifikimin e menjëhershëm të maturantit përgjegjës, i cili u përjashtua nga testimi. Zëvendës Ministri i Arsimit e konsideron rastin si provë të funksionimit të mekanizmave të kontrollit dhe paralajmëron masa të forta ndaj çdo tentative për të cënuar barazinë. Ashpërsimi i masave disiplinore, penaliteteve që do të kishte kushdo që do ta cënonte procesin e maturës shtetërore, sigurisht do të ishin të gjitha në zbatim gjatë këtij procesi të rëndësishëm. Sfida e radhës për maturantët do të jetë më 16 qershor, ku do t'i nënshtrohen provimit të matematikës, ndërsa më 23 qershor do të zhvillohet testi i fundit i maturës shtetërore, ai i lëndës me zgjedhje, duke mbyllur kështu një nga proceset më të rëndësishme për gjimnazistët.